Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po takohemi sërish me mua Tirona Lili në kanalin Monitor TV për të ndarë me ju momente të bukura të artistëve shqiptar. Tani do të ndalojmë tek një djalë që ju pa marrë parasysh që qëndroi shumë pak në shtëpinë e Big Brotherit, ju e mbështetet me shumë dashuri dhe e përqafuat fort. Sinqeriteti i tij, vërtetësia e tij, butësia shpirtërore e tij ra aq shumë në dritë sa që ndonjëherë nuk duhet të flasim shumë, ta lëm shpirtin ton të rrezatoj dhe kështu bëri. Shpirti i tij foli më shumë se sa foli goja e tij. Dhe në këtë rast flasim për Redon Beranin. Redon Berani është një djalë fantastik, i cili në Big Brother na tregoi që me një shpirt të bukur fiton zemra plot. Kjo është një thënie që ne kemi dëgjuar gjithmonë, ne kemi dhe në libra të shenjtë shpirti i bekuar është shpirti fituar, kështu që Redoni fitoi dashurinë e publikut për shumë pak ditë. Por Redoni sot ka një ditë shumë të veçantë. Në kohën ku ne jetojmë, nga forma e jetës se si të rinjt apo personazhet publik preferojnë ta bëjnë, tek familja Berani ne pam një miks shumë interesant. Pam një afrimitet që fatkeqësisht në ditët e sotshme mungon, marrëdhënia e djalit edhe nënës në një aspekt shoqëror. Do me thënë Redoni dhe Gili, përpos që janë nën edhe birë, por me qëndrimin brenda në shtëpinë e Big Brotherit, ato treguan që kanë edhe një marrëdhënie shoqëreske. Do me thënë kanë edhe një afrimitet si miq, ndoshta flasin për gjithçka, e ka miken e tij më të mirë, më të përbetuar që e ndjek gjatë gjithë rrugtimit të jetës së tij, dhe kështu që të dy nën edhe birë kishin preferuar që të futen në një format si Big Brother VIP Albania 4, ku fatmirësisht shikueshmëria është e frikshme, do me thënë ajo që ndodhen me Big Brotherin është sinqerisht shumë e frikshme. Redoni me patjetër që nuk e përballonte dot, vendosi që të largohet nga shtëpia dhe nga ky rrugtim, me patjetër u largua dhe personi me të cilin Redoni kishte përzgjedhur që të bëj këtë rrugtimin, që në këtë rast ishte e madhja Gili, nëna e tij. Por Redoni shpesh herë nuk është shumë aktiv në Instagram, unë e kam thënë edhe në komentimet e tjera që kam bërë për Redonin, që do me thënë nuk është nga këto fenomenet e këtyre artistëve që kishte mundësin të shfrytëzon momentin për të bërë një këngë, të kapën famën, të kapën koncerte, të kapën mbrëmje, do me thënë nuk e shfrytëzoi këtë pjesën fare, nuk është aktiv në rrjetet sociale, të poston fotografia, të poston reelsa, pothuajse hiç. Ka qenë 2-3 herë i ftuar në për emisione dhe në mënyrën se si është të shprehur, kemi parë një djalë shumë modest, shumë qytetar dhe shumë i thjesht, le të themi më modest edhe se personazhet jo publik në natyrën e tij, të paktën mund të themi vetmi artist që fama nuk ja ka ngënyer mendjen, është Redoni. Redoni ka një qëndrim në përditshmëri, është ky Redoni që artin e bën për qefin e tij, për biznesin e tij, dhe kur e ndjen për të bërë një këngë dhe mendon që ja vlen të punon një projekt, Redoni e punon ashtu siç e punoi dhe projektin e fundit. Por krahasuar me VIP-at shqiptar të tjerë, të cilët vdesin të rrisin Instagrame, të cilët vdesin të krijojnë popularitet, të cilët vdesin të krijojnë famë, e tjerë shumë gjëra të tjera, Redoni nuk është i tillë. Domethënë Redoni këtë pjesën e ka shumë private dhe e jeton jetën e tij si çdo njeri i thjeshtë. Por në këtë ditë Redoni ka nxjerrë një story. Sot në familjen Berani ka një fest shumë të bukur. Gili, këngëtarja e madhe shqiptare, sot ka ditëlindjen dhe djali i saj i shpirtit dhe i zemrës, me patjetër që dhe djalin tjetër e ka shumë xhan, se nëna asnjëherë nuk i ndan fëmijët, ja ka uruar ditëlindjen duke i shkruar shumë urime nanush, gëzuar dhe një zemër të bardhë. Do me thënë, zemra e bardhë simbolizon që ti je zemër e bardhë, dhe nga Gili, ajo xixëllonja e bukur që ndriçonte skenat shqiptare, kemi mësuar dhe kemi parë një artiste vërtet me zemër të bardhë. Gili qëndroi shumë pak në Big Brother, po shumë pak na dha shumë dashuri. Dhe sinqerisht, kur flasim për Gilin dhe për Redonin, gjithmonë ato momentet e tyre, ato emocionet e tyre, ajo pjesa e tyre, ne na kthehet në nostalgji. Redoni ka bërë këtë postimin duke i uruar mamit të tij ditëlindjen, kështu që edhe ne si staf
Ju urojmë Gilit edhe shumë pranvera të lumtura me energjinë e bukur që atë e karakterizon, me pozitivitetin që atë e karakterizon dhe jam shumë i bindur që sonte do të kemi nga familja Berani një ekskluzivitet se si do ta festojnë ditëlindjen e Gilit. Do kisha thënë që e kanë princeshën apo mbretëreshën të vetme të shtëpisë dhe jam shumë i bindur që do ta surprizojnë me dhurata të bukura, sidomos Redoni që tash e ka pak pjesë edhe më të afërt të rrugtimit të tij. Gjithsesi, Gili sot feston ditëlindjen, Redoni ka bërë këtë urimin ndaj nënës së tij, duke i uruar vetëm të mira dhe ndjet me fat që e ka. Një miks i bukur që në fakt nuk shkoi shumë gjatë, unë do kisha dashur që të shkonte më gjatë në Top Channel, do kisha dashur të ndëgjoj nga Redoni dhe nga Gili, por gjithsesi Redoni dhe Gili preferuam aq ditë dhe për aq ditë ishin fantastik. Ne i urojmë Gilit edhe shumë vite të lumtura dhe me shpresën që së shpejti të sjellën së bashku me Redon Berani një këngë të bukur. Do të ishte interesante nëse nuk i pam në Big Brother dhe nuk patëm fatin të ndajmë shumë kohë me ton Big Brother, atëherë le të shohim në një projekt të bukur të dy së bashku.